Tani kjo është vllai Blerinës, se s'ta kuptoj. Jemi gjithë shumë shirë, mamin e pe, ka bërë mamin gjithë atë letër në Vllai Blerinës. Ndërsa Badi sa po e takova, është shumë mirë, të bën të fala, të soli dhe një gjup, të ka shumë gjarë, thjesht ki kujdes mos të erdikësh me cigare gjupi, no? Ndërsa për këtë mu jam shumë krenar për ty. Jam e fat, që kam një motër kaq të bukur, kaq të mirë, kaq të sjellshme, kaq të dukuar, vetëm diçka më duket, shijoja. Dhe ti me shijoja. Shijoja, pra mo. E kemi që si fani? Se fermeri që mund të vazhdoj. A nuk është moza? Pse po e përjetojmë këtë gjë? Pastaj do më thoni, o Niko, moza e fiton ferma VIP 3-shin dhe ne vazhdojmë shohim çdo prime derisa të shkojnë finale, që kështu. Ama do jetë shumë fani, ta kalojnë gjithë gjën që më nxjerrin dikë tjetër të preferuar dhe moza duhet kaloj sfidën. Dhe që shumë fani nëse më bëj kështu. Publiku ka vendosur të shpëtoj Mimozën. Bra! Me vete. Okej? Aty do të hapet tabela dhe do të shpallet fituesi. Pra kujdes, kubat edhe një herë, kubat e drurit duhet i keni gjatë gjithë kohës me vete, sepse në fund ai që do të jetë i Duat pari, sfidën më duk pak e komplikuar, atë çengelin e kubave prej druri dhe vetëm varja e çengelit do ta bëj fitues. Janë vështira këto. A jeni të qartë? Më ndoni se fiton sfidën. Ta shioj çmimin Arbana se unë jam shumë. Do ma thjesht një tampon o eni aty shko ke banja ma merr një. Zemra jemi live, çfarë? S'kam fjalë. Jemi live, jemi shumë mirë. Heni janë aty te banja, gocave. Te qenë Ka beqi, ka beqi. Ka fazi, mos kisha qenë ishë të rrumu.